Fushatës Atimore të Kosovës, zoti mentor Hyseni është me ne në studio për diskutuar lidhur me të hyrat vjetore për këtë vit, pra të këtij institucioni. Kemi parë një ditë më parë që dhënat e ATK-s tregojnë për një rritje prej 11% të hyrave, për të parë se prej nga vijnë më shumë këto të hyra dhe nëse ka shkuar duke rritur numri i bizneseve të fiskalizuara dhe nëse po luftohet ose kemi përsëri dhe vazhdojmë kemi probleme me evazionin fiskal, të gjitha këto i diskutojmë me drejtorin e ATK-s. Atëherë zoti Hyseni, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se zgjej. Faleminderit shumë. Zoti Hyseni, në dhënat e fundit që keni prezantuar, si ATK keni thënë që është rritur ingasimi i hyrave të ATK-s për 11%. Sa është kjo shifër reale nëse flasim në numra dhe prej nga më shumë të vinë këto hyra? Sa është reale është komplet e saktë, se na punojmë në bazë të keshit, i bie që i raportojmë ato që i ingasojmë. Diku sot ka kalu diku 1 miliard e 21 milion, janë të hyrat tatimore që i ka shënu për herë të para të këja në këtë vit. Pra është një shumë diku rreth 11% në rritje krahasu me vitin para prak. Nëse shkojmë pak më rapa në histori, është diku prej 21, vitit 2021, është një rritje mesatare prej 18% të hyrave në secilin vit. Ku vitin 21 ka shënu një 28%, mandej 18, 15, 12 dhe 11 këtë vit. Kjo nuk përkon me mesataren gjatë këtyre viteve, kështu që tregon që ATK-ja ka arrit një farë disipline mrena vetës edhe ka mri me ullë këtë ekonomi një formale që raportet ndërkombëtare prej vitit 2022 kallëzojnë që është këgjë e madhe. Dhe prej cila më shumë, për cila sektore fushave vjen kjo rritje e hyrave? Burimi i tatimit është tatim indirekt që kryesisht është TVSH-ja, diku 49.4 ose 5% e krejt i hyrave të ATK-s është TVSH. Kjo në fakt si shtet duhet pak më në shqetësu se tregon që është tatim në konsum, tatim indirekt. Përderi sa tatimin në korporata e kemi diku 21%, e tatimin të ardha të pagave e kemi diku 29%. Pra TVSH-ja prind. Kjo tregon dy faktorë. Njëna është ekonomi konsumuese shumica, edhe dyta tregon që vendi ose ATK-ja ka arrit me fiskalizu një pjesë të madhe të biznesit, pra janë të kujdesshëm kur lëshojnë kupona fiskal, mirë po ende nuk ka ardhur me targetu mirë çështën e fitimit të korporatave. Edhe kjo tregohet mandej edhe me raportet të brendshme që çështja e kontrollave sa i përket tatimit në fitim të korporatave, është mangësh diku një 10% të targeteve që i ka caktuar Ministria e Financave, ndërsa të hyrat janë diku një 2.5%. Pra që nëse këshyrëm të vëshën, diku 17% rritje me vitin para prak. Pra vrehet, tregojnë që pjesa e fiskalizimit është këgjë mirë, nuk është e kënaqshme, po është më mirë se raportet tjera tatimore. Po, dhe cilat biznese, a kemi dëna ose sa përqind e bizneseve vazhdojnë të jenë të pa fiskalizuara dhe cila është industria ose bizneset që prinë me këtë mos fiskalizimin? Tash, se sa përqind të bizneseve janë të pa fiskalizume, është vështirë me thonë. Do me thonë edhe vlerësimet ndërkombëtare, kur matin, flasin me rezervë, rreth 1%, thojnë për shembull 35 deri në 40%, kanë thonë 2022 që janë bazuar në dhonat paraprake, qoftë 20-s, qoftë 21-s. Po, kur e analizon pjesën e rritjes së hyrave tatimore, që thash 18% prej vitit në vit mesatarisht, kjo tregon që prej atij vitit 2021 kemi një rrëmje të ekonomisë jo formale ndër vite, ose rritje të hyrave tatimore që nuk përkojnë me rritjen ekonomike që është bërë dhe bruto produkti. Sektorët më të ndjeshëm ose që konsiderohen që sillen tarna më shumë janë kryesisht sektori i ndërtimtarisë edhe sektori i hotelirisë. Mandej sektorët na e quajmë një projekt që është sektori i mungesës së stoqeve, që i targeton kryesisht shitjet me shumicë pakicë. Mirë po, nëse nalemi vetëm te sektori i ndërtimit, që duket që në Kosovë sektori i ndërtimit ka bën mas shumë televizje ose një bum ekonomik në aspektin e ndërtimit, kjo nuk reflekton të njëjtën mënyrë në çështën e rritjes së pagesës së tatimit në anën tjetër. Që po flasim për shmangje apo jo? Konsideroj që sektori i ndërtimit mund të qenë prej sektorëve që ka shmangje më shumë. Sa? Apo flasim për miliona apo çfarë? Po, gjithë në kuadër të shtetit flitet për miliona, nuk është për shembull vetëm prej vitit 24-25 në ndiko sektori i ndërtimit është prej 70 milionëve në 73 milion që ka shënuar rritje. Domethënë 3 milion rritje ka shënuar vetëm prej vitit paraprak. Kështu që
unë nuk konsideroj që janë shumë të vogla këto kur flasim për shmangje tatimore në sektorin e ndërtimit. Dhe si mund bindet kjo lloj biznesi që të rrisë deklarimin e këtyre të ardhurave, të arritë këtë deklarimin real të ardhurave? Cila është strategjia ATK-s tani? Strategjia ATK-s është që banka në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore ATK ka ndërtu projekte të veçanta sektoriale. Për shembull, na kemi departamentin e riskut i cili bën vlerësimin diku 72 faktorëve se cilët bizneset do të më kontrollu, cilët binë në kategorinë e riskut lartë, mesëm dhe të ulët. Mirë, po megjithatë kemi menduar që kjo analizë nuk është i targeton mirë sektorët. Pra nuk është e dizajnuar që të zbuloj evazionin fiskal të sektorëve të veçantë. Në kuadër të kësaj ATK ka krijuar një program, ka krijuar 8 programe, po një prej tyre është i ndërtimtarisë që në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar e ka ndërtuar një program të veçantë i cili mirret me hulumtimin e shmangjes së evazionit fiskal ose evazionin fiskal në sektorin e ndërtimtarisë. Çfarë është bërë me këto? Pra është trajtuar fillimisht çështja si sektor, janë trajnuar stafi mrena, janë thirrë këtë aktorët, pra sektori i ndërtimtarisë, potencialisht bizneset e mundshme që punojnë në këtë sektor, në fillim është përdorur si fazë edukuese se si ato duhet mi deklaru tatimet. Se është pak edhe ma komplekse të thënë të drejtën se sa sektor të tjerë. Edhe mandej ka fillu me kontrolat. Po vitin e fundit, 2025, kur unë e ku marrë detyrën e ATK, nuk është që është punu shumë në sektorin e ndërtimtarisë. Këto 3 muaj sa ku marrë, dhe me thane këm pas që e kemi rritë numërin e kontrolave, sidomos në çdo sektorët që konsiderojnë që kanë shmangje ma shumë, e një prej tyre është edhe ndërtimtaria. Po, edhe çka tregojnë dhënat që po rritet kjo shmangje tatimore apo po shkon duke ulur? Gjithmonë në përgjithësi, po them shmangjet tatimore vinë duke ulur përderisa rritja e tyrave tatimore është në disproporcion me rritjen e zhvillimit ekonomik. Pra tregon që ka ulje. Megjithatë, sektorët në veçanti, për vetë faktin që kemi bë projekte të veçanta, tregojnë se këto sektor kanë shmangje më shumë. Dhe cilët janë sektor tjerë? A janë këngëtare, për shembull, estrada, pastaj bizneset e mesme, apo jo? Po, kemi pas projekte të veçanta edhe për këngëtarët, mandej për personat e pasur, mandej për çdo mungesa e deklarimit të stoqeve ose stoqet që kanë mungesë kryesisht, edhe një prej atyre që konsideroj që ka shmangje më shumë që nuk është trajtuar ende në ATK, është sektori i shërbimeve mjekësore. Ky është sektori që potencialisht vitin 2026 kemi bë projekt ose program të veçantë për identifikimin ose targetimin e shmangjeve tatimore që bën këtë sektor. Po flasim për sektorin privat, sektorin farmaceutik, apo a mund të na sqaroni pak për çka konkretisht? Janë kryesisht shërbimet që ofrohen, qoftë shërbime estetike, që kanë të bëjnë me mjellin e flokëve, implantin e dhëmbëve, kështu me radhë. Ose shërbime tjera stomatologjike, që në parim konsiderojmë që ka shmangje pak më shumë. Pra do t'jenë në lupën e ATK-s nga viti i ardhshëm shërbimet mjekësore, kryesisht privat, apo jo? Po, zakonisht kur përgatitëm kësa projekte, dhe me thëmë projekti përmban fillimisht vedisimin e sektorit, që i thrasëm këtë akterët në takime, ju të regojnë cilat jenë mënyrët se ka njëherë ka shmangje tatimore për shkak të mungesës e informacionit ose dijes që ka sektori. Po nga njëherë është për shkak të kulturës që është ndërtuar ndër vite, kështu që na mundohemi mi targetu çato çështje. Do me thonë, me informu mirë sektorin, mu kanë atë këja prezent të tëre nëse kanë mungesë të dijes ose profesionit, edhe mandej me kontrolat që me i detyru me pagu shmangë. Dhe pasaj sa ku ipet për shembull atij biznesi që më tutje të shkojë një inspektor dhe të verifikojë nëse përsëri shmangjen tatimore ka të qëllimshme. Varësisht prej sektorit. Për shembull, sektori i ndërtimit don kohë pak më shumë me rregullu problematikën. Se një ndërtimi një objekti merr 2 deri në 3 vite. Sektori i shërbimeve shëndetësore, si që janë stomatologjike ose estetike, ose kështu me radhë, nuk besoj që ka nevojë më shumë se 2 ose 3 muaj për mi bind ato ose për mi eduku se që është bëhet deklarimi i tyre. Kështu që si sektor, besoj që është më pak problematik për mu informu mirë që shdohet. Po, dhe zotë sa i përket estradës dhe këngëtarëve, a kemi shumë këngëtarë milionerët të cilët nuk i deklarojnë tatimet dhe të ardhurat ashtu siç duhet në realitet ndaj ATK-s. Çka tregojnë dhënat ATK-s? A keni shqetësime për këtë pjesë? Për vetë faktin që ka program të veçantë, i bie që është sektor me rrezik të lartë. Vetë fakti që ATK-ja ka bënë një program të tillë, pra ka evidencë të besueshme që ato bëjnë shmangje.
Na jemi mundu me bani memorandim të bashkëpunimit prej kohës kur këmë ardhën edhe me policinë e Kosovës, që nësaj të identifikimit të zonave ku ato lajmërojnë për tubimet të ngjashme që ka, sidomos këngëtar, më na informu ose më na dhënë në listën e këngëtarëve cilët janë të angazhuar në ato hotele, restorane, kështu me radhë. Në mënyrë që ky bashkëpunim ushtri në përket qytetet, që me bona një farë cross-check ose krahasimit të dhënave me policinë e Kosovës se sa darsma ose ahengje festive kanë marrë këngëtarët, edhe sa është deklarimi në anën tjetër në pjesën e ATK-s. Mendoj që ky projekt ka me vazhdu edhe vitin 2026, sidomos gjatë sezonit tash të vitit të ri edhe sezonit të verës. Po, dhe deri më tani a ka ndonjë analizë paktën 3 mujore, disa mujore për këtë pjesë apo jo? Çka tregojnë? Po, kjo inspektimet. Faza jonë që është tash prej shtatorit deri në dhjetor, nuk është target shumë, ka qenë target shumë i këngëtarëve. Janë kryesisht festat e fundit vitit tash që fillojnë, edhe festat ose pushimet vjetore që janë kryesisht në korrigë dhe gusht. Po, dhe sa i përket gastronomisë, vazhdon të paraqes problem për ATK në gastronomia dhe çështja e kupon fiskal, mos të shimit të rë? Po, gastronomia është një prej sektorëve që ka evazion fiskal jashtëzakonisht të madh, edhe pse ka vizita jashtëzakonisht të mëdha të numrit të vizitave që në këtë pjesën e ATK-s, dikot vetëm të vizitat janë që kanë kalu dikot 140% në krahasim me targetin që ka pas të punës. Mirë, po ende na shumë marrëm informata për ditë edhe përmes platformës denoncimit që ka biznese që nuk lëshojnë kupona fiskal. I bie që tash është me rimendu këtë çështjen e ndëshkimeve, ka herë shpesh herë ne kemi thonë që ATK-ja është për me udhëzu, jo me ndëshku përse, por shifet që nëse një biznes i cili është mirë i fiskalizum, e dinë se duhet me lëshu kupon fiskal, edhe nuk lëshon një përqindje të qarkullimit të ti, i bie që kjo bëhet kryesisht me qëllim, nuk ka më prej pa vedijes. Kështu që vitin e ardhshëm mendojmë që numri i inspektimeve kryesisht që na i quajmë vizita vetëm për kupona fiskal me u rrit në sektorin e gastronomisë. Po, dhe si bëhet identifikimi atyre që shkelin ligjin dhe nuk i deklarojnë të ardhurat ose hasën probleme në dokumentacionet ku shkon një inspektor i ATK-s, dhe shkohet me njerë me gjoba, apo shkohet me këto paralajmërimet e vedisimin sa i përket kësaj çështja e moslëshimit të kuponave fiskal, ligjvënësit e kanë rregullu mjaft mirë atë çështje. Thotë, nëse zish duke mos lëshu kupon fiskal për shitjet që i bën ti, është një dënim me një shumë të caktuar. Nëse zish për herën e dytë, prapë është dënimi tjetër, edhe nëse zish për herën e tretë, ka mundësi që ATK-ja më ta mbyllë lokalin për të ditë. Kështu që janë masa mjaft drastike, sidomos kjo e treta për një biznes që ka rating të mirë, kështu që thirrja ime është edhe mos të provojnë këtë rrugë, se rruga më e lehtë dhe më e mirë është deklarimi i saktë, se dhe ashtu tatimet në Kosovë janë vetëm 10% tatimin fitim, që nuk ka vend rajonit ose të Evropës që ka tatimet më të ulta. Kështu që unë mendoj që kanë herë është mungesë e krijimit në kulturës së pagesës, jo vetëm për administratën tatimore, po unë kam punuar në sektor të ndryshëm, sektor të ujëselsit, të energjisë elektrike, pra është e çuditshme qysh edhe diku 25 vjet mas lufte, për shembull ti ki problem me qytetin, një qytetar i cili banon në katin e 15, edhe mendon që nuk duhet me pagu 11 euro faturën e ujit, që shkon ujit çdo ditë në katin e 11. Pra është paksa kulturore mos pagesa ndaj shërbimeve publike. Po, dhe a ka një strategji për ngritjen e vedijes qytetarëve sa i përket çështjes së tatimit? Do të punoj më shumë këtë vetë ose vitin tjetër, në fakt se ky vit përfundoi ATK-ja se i përket ngritjes së vedisimit qytetarëve për rëndësinë e kuponëve fiskale dhe fiskalizimit. Çfarë po mundohemi me bë, janë dy aspekte që mendojmë me targetu çështën e kuponëve fiskal. Një është që e keni pa në kohën e fundit edhe në për rrjetet sociale, që po mendojmë kemi quajt sloganin ATK me Z, që kemi thënë që ATK-ja nuk është vetëm për me ndëshku, po ATK është me fol me bizneset, ATK është me i këshillu ato, me i udhëzu, në rast se ato kanë mungesë të dijes për mënyrën e deklarimit të tatimeve. Në anën tjetër, e kemi promovu lojën e madhe shpërblyese që ka me fillu së shpejti, që e kemi quajt Skana, kuponin fiskal dhe Fita. Qëllimi i kësaj loje lotarie është që kryesisht njerëzit, krejt qytetarë, të bëhen të përdorin ata si incentiv për mbledhjen e kuponëve fiskal, që loja shpërblyese do të bëhet në baza javore dhe mujore, mandej edhe vjetore,
Mandej do të përfshi jo vetëm tatim paguesit si persona fizik, po edhe bizneset cilat konsiderohen se janë të ndershme edhe lëshojnë kupona fiskal. Pra qëllimi është me i kriju incentiva dhe për qytetarë që me mbledh kupona fiskal, mandej ato kupona fiskal mu vlerësu edhe mu krahasu me dënat që i ka ato këja. Normalisht, ato që i ndihmojnë shtetit mu shpërbly, bizneset e ndërgjegjshme të mirëfillit që paguajnë edhe ato mu shpërbly, e ato që bëjnë shmangje i bie që mu eduku përmes ndëshkimeve që i ka parapa dhe ligjvendësi. Po, dhe a ka nisur kjo lloj shpërbliese dhe a ka ndonjë shumë caktuar për të marrë pjesë në këtë? Jo, ende nuk ka nisë, ne i kemi bë përgatitjet komplet, dhe me thonë, pasi që platforma është kriju në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtar siç është Banka Botërore dhe Gizi Gjerman. Kështu së fundi kemi bë pranim ndërzimin e kësaj platforme edhe teknikisht jemi të i rregullu çështjet e fundit edhe shpejti mendoj me lancu këta. Po, dhe sa i përket evazionit fiskal ose mbledhjes së taksave, si qëndron gjendja në komunat veriore të Kosovës? E dim që për vite me radhë kemi raportuar shumë shpesh për evazion fiskal atje. Si qëndron situata sot, përkundër faktit që ndoshta nuk keni një analizë shumë thellë sepse keni marrë mandatin shumë vonë? Jo, çështja e matjev është kogjo vyn me pas instrumente edhe vetdije për me ba që zakonisht dhe institucionet ndërkombëtare kur e matin, domethënë pasaksi është kogjo e madhe. Po çfarë po mundohemi me ba na me zvoglu informalitetin atje, kemi fillu projektin e stikersave që po dojmë me identifiku të gjithë bizneset që janë më tash të paregjistruar. Kjo vetëm jo në vetëm në komunat e Verit, po ka fillu në kitë Kosovën, po prioritet kanë komunat e Verit tu e ditë faktin që atje ka evazion fiskal më shumë. Pra, projekti i stikersave ka për qëllim identifikimin e të gjitha bizneset që janë më tash më të regjistrume, edhe në të njëjtën kohë në rrugë që na përkojmë si inspektor tatimor me i pa bizneset cilat mbesin pas stikersa edhe me i regjistru automatikisht aty për aty. Kjo në animon në dy aspekte. Në animon që inspektor tatimor në kontrollat e tëre rutinore ose me plan nuk kanë mundësi me i shmang bizneset cilat janë paregjistrume, nuk kanë mundësi as më arsetu të menaxhmentit që nuk i kemi pa, edhe në anën tjetër në ndihmojnë vetë bizneset që me shmang konkurencën jo lojale që i bie nëse 5 biznesi janë në një rrugë ose në një zonë caktume, 4 prej tyre janë të fiskalizume dhe paguajnë tatim, një prej tyre nuk është e fiskalizume, na presëm që ato mandeje denoncojnë si biznes që po shkakton konkurencë jo lojale. Se mas shumë të që i dëmtojnë, jo vetëm shtetin, po i dëmtojnë edhe bizneset cilat janë të ndërgjegjshme dhe që veprojnë në të njëjtën veprimtari në të njëjtën zonë. Po, dhe a ka shumë biznese në veri që vazhdojnë të jenë paregjistruar edhe cila është qasja e inspektorëve kanë problem gjatë inspektimeve të tyre atje? Unë besoj që nëse e krahasoj me komunat tjera të Kosovës, ka mas shumëti. Në numër nuk mundemi me fol, po na ajo që kemi bë është kemi fillu projektin e stikersave dhe në mas të madhe kemi fillu në komunat e Verit, Minxhit. Po, dhe aktualisht sa është borxhi i ATK-s që bizneset ja kanë ATK-s dhe cilat janë procedurat për marrjen e këtij borxhi ose eliminimin ose si duhet të ndodh kjo? Borxhi në ATK diko kalon 600 milionë që i bie një 60% të hyrave vjetore që kemi pas këtë vit. Pra është një stok jashtëzakonisht i madh i borxhit. Procedurat për mbledhjet e tij, pra ligjvendësi ka parapas që kryesisht borxhi mund të mbledhet edhe 10 vite mbrapa mëse është kriju. Përpara ka qenë 6 vite, tash është bë 10 vite, që ATK-ja ka mandat ligjor edhe mas 10 viteve, domethënë në kuadër të 10 viteve me mbledh çat borxhin tatimor që ka kriju biznesi. Tash mbledhja e borxheve pika më fragjile kisha më thonë në ATK. Përderisa këtë targetet tjera janë gati se të arritshme, të hyrat i kemi mbi 2.5% nën targete, tham numrin e kontrollave 10% nuk e kemi arrit, po mbledhja e borxheve diko rreth 15% nën targete. Edhe pse kemi arrit me inkasu diko një 223 milion gjatë këtij viti, që është një rritje prej vitit paraprak rreth 11%, shkon krah për krah me këtë rritjen e mbledhjes tatimore, mirë po na nuk kemi të kënaqur se konsiderojmë që stoku i borxhit po rritet vetëm vetë. Kështu që tash edhe në këtë vitin 2026 kemi vendosur targete pak më të larta, edhe kemi menduar me bën një ristrukturim të mbledhjes së borxhit. Se unë personalisht mendoj bashkë me stafin që më rrethon aty, që reforma që është bërë së fundi me rekomandim të Fondit Monetar Ndërkombëtar nuk është që ka dhënë sukses. Reforma ka qenë orientuar kryesisht
mbledhja e borxhit mu koncentru në qendër, prej rajoneve siç ka qenë paraprakisht, edhe kjo i ka liru pak për përgjithësisë drejtorët rajonal me shkru borxhe pak ma lehtë se sa nuk është përgjithësia të në me mbledh. Hajtë se qendra kujdeset me mbledh. Po e kemi pas që kjo analizë që kemi ba nuk ka asnjë lidhje korrelative me dhënat tjera. Pra rritja e borxhit është se dhënë e veçantë që nuk na lidhet me asnjë shifër tjetër. Nuk lidhet as me numrin e mungesës së kontrollave, as të vizitave, as me të hyrat, as me rritjen ekonomike. Pra është një rritje më e madhe që i tej kalon këto. I vetmi fakt që na ka mbetë me analizu është çështja e kësaj reforme që është bërë në 4 vitet e fundit që janë koncentruar kryesisht mbledhja e borxhit në Prishtinë. Reforma që po dojmë me bërë është ajo është ndame në 4 divizione realisht, që fillimisht divizioni i parë fillon me thirrje miqësore që keni një borxh, mandej divizioni i dytë bën vendosjen e barrës tatimore në pronat të lojshme dhe të palojshme, edhe bën bllokimin e llogarive, divizioni i tretë bën konfiskimin e këtyre pasurive që tashmë është vendos barra. Çka ka ndodhur deri tash, në atë kë ka pas shumë pak konfiskime. Deri këtu ku po flasim janë 5 konfiskime që janë bërë gjatë gjithë vitit 2025. Përkundër faktit që janë plotësuar ndoshta edhe kushtet shpesh për këto konfiskime? Patjetër që janë plotësuar, se janë rregullore, thotë brenda 2 muajve, ti ka mundësi me ardhur deri te pjesa e konfiskimit, veçanërisht në veçanti përjashtohen rastet kur ka është në procedurë të ankesave ose është në procedurë gjyqësore, që nuk është numri i madh ashtu që është. Dhe a është e përcaktuar shuma e borxhit për konfiskim sa duhet jetë apo nuk ekziston? Jo, nuk ekziston shuma e borxhit për konfiskim. Normalisht, atë që bën plani me targetu bizneset që kanë borxhe më të mëdha, për faktin që në mungesë të stafit të orientohesh me targetu bizneset që kanë borxhe më të mëdha, po të njëjtën kohë, tash mos e kemi një komoditet në aspektin e viteve për shkak që ka qenë 6 vite apo 10, dhe i ka dhënë një komoditet me një borxhin më të madh, jo ata që vjetërsohet. Po në parim shkon dash më kanë edhe risku i borxheve që vjetërsohen tashmë. Kështu që na me ristrukturimin që bëdojmë me bashkët njësinë e parë dhe të dytën, me që na për regione, që regionet mu vlerësu mandej në performansë jo vetëm për të hyrat, po edhe për borxhin që e mbledh. Esenca është me përçu mesazhin te drejtorët rajonal që ju i keni përgjegjësi edhe për borxhin që e shkruni. Domethënë mos më kanë dorë shlirë ato më u duk që po performojnë mirë në të hyra, edhe me kriju stok të borxhit i cili është i pambledhshëm mandej prej qendrës. Po, dhe zoti Hyseni, cilat biznese janë që kanë më shumë të borxhe ATK-s, ose 3 bizneset më të mëdha, ose 3 industritë më të mëdha, po. Me emra nuk i di, as nuk do të doja që t'i dija. Po, megjithatë, cila industri? As me industri nuk është e di. Po, dhe ekziston që e përmendet vjetërsimi i borxhit, a ekziston rreziku eliminimi i tyre, apo nuk ekzistojnë procedura tilla? Ndryshimet e fundit ligjore japin një komoditet se ka qenë 6 vite, janë 10. Që i bie 4 vite më shumë na jep neve hapësirë me i trajtu mjaftu shumë borxhet. Po, dhe te konfiskimi, a i lejohet ATK-s, më duket që edhe konfiskimi i pasurisë, apo jo? Niveli i tretë, ose divizioni i tretë, që quajmë mundet me bë konfiskimin e pasurisë. Unë mendoj që procedurat e mbledhjes së borxheve nuk janë implementuar si duhet deri më tash, për faktin që nëse një biznesi të mirëfillt ja bllokon llogarit, unë nuk besoj që ka alternativë tjetër përveç se me pagu borxhin ose me hyrë në marrëveshje. Mandej përveç kësaj, qeveria dhe kuvendi kur e kanë pasur që stoku i borxhit rritet në ATK, kanë bërë dhe lehtësime ligjore në ndryshimet e fundit ligjor, kanë thonë nëse biznesi ka vullnet për me pagu pjesën e bazës tatimore, edhe pjesën e kamatës, i bie që ndëshkimi i falet diko 70% nëse pagu një hershëm. Nëse nuk ka mjetet mjaftueshme ose i vështirësohet likuiditeti, jo ka dhënë mundësi me bë marrëveshje ku çka pjesa e ndëshkimit falet diku deri në 50%. Pra janë jashtëzakonisht lehtësira të mira për bizneset e ndërgjegjshme që dojnë me pagu borxhin. Po, dhe zoti Hyseni, të kaluarën e dim që ATK-ja ka pas një marrëveshje edhe me prokurorinë sa i përket pasurisë pa justifikueshme dhe verifikimit të zyrtarëve ose shtetasve të Kosovës, të cilët nuk mund ta justifikojnë pasurinë. A kemi dëna ose analiza ose cili është bashkëpunimi i ATK-s të paktën në këta muaj që e keni hasur si drejtori sa i përket këtij aspekti? Dhe cila është puna ose bashkëpunimi që mund ta ofrojë ATK-ja këtu? Konfiskimi i pasurisë sa i përket këtyre çështjeve nuk besoj që është mandati i ATK-s. Mandati i ATK-s është mi konfisku pasuritë për çështjen e mospagesës së borxhit që kanë bërë në ATK. Sido që të jetë, ATK-ja ka bashkëpunim me
shumicën e institucioneve, sidomos të rendit dhe të ligjit, kryesisht prokurorim, policinë, doganën, njësinë për inteligjencë financiare dhe inspektoratin e punës. Ka mandej ekipe të veçanta që i quajnë Joint Investigation Unit, që janë themelu kryesisht me ndihmën e ambasadës britaneze, dhe këto kanë targetuar kryesisht personat e pasur edhe pak më herët, që vetëm gjatë vitit 2025 kthimi i tatimit shtesë diku rreth 16 milion euro. Megjithatë, na mendojmë që me ligjin e fundit na ka hendikepuar gjykata kushtetuese për faktin që ATK-ja është mbledhësi më i madh i të dhënave në Kosovë. Diku 3.7 milion deklarime bëhen në ATK prej bizneseve dhe individëve. Mandej gjykata na i ka ndaluar që të mbledhëm ose të marrëm informata masive prej institucione financiare, kryesisht bankave, që neve na kishin shërby si informata bazike për me analizu rrisqet e tyre edhe mi procesu tutje në prokurori, gjyqësor, polici e kështu me radhë. Pra tash ATK-ja është hendikepuar në këtë aspekt, por kanë më hendikepuar në 2 vitet e ardhshme, kanë më pa edhe gjitha institucionet e rendit e ligjit, që është bogabim i madh që është nal kjo çështje e mbledhjes së të dhënave. Kjo është nal në sajet mos zbulimit të dhënave personale të personave fizik, po në mendoj që gjykata kushtetuese mundet edhe ka mujt me trajtuar edhe ndryshe. Për faktin që na dhënat mundemi me mbledh pa pas çështje që lidhen me emën ose dhëna personale të njerëzve. Mandej kur i qesëm në risk, ato që janë me rrezik më të lartë me i kërku për personat e caktuar, po. Për personat e caktuar, mirë po kjo tash na ka hendikepuar. Na tash jemi në rolin sikur të policisë ose prokurorisë, kur e ka një çështje që është i informuar, edhe thotë ok, a mi sjell këto dhëna. Edhe atë kjo janë bonga e ka çet mandat, që konsideroj që është hendikepuar komplet që ky sistemi i hetuesisë së policisë dhe prokurorisë në mungesë të dhënave që ka mujt me mbledh ato këja. Po, më të zotë njëseni pasi që jemi krejt në fund cili është kapaciteti i ATK-s, numri inspektorëve, a keni numër të mjaftueshëm të inspektorëve, apo pas zgjedhjeve edhe themelimi i qeverisë do të kërkoni shqimin e numrit të inspektorëve dhe buxhet më të lartë? Na buxhet kemi si ATK, mandej kemi edhe numrin të buxhetuar të stafit, po jemi mungesë diku rreth 178 më saktësisht punëtor që i mungojnë në bazë të strukturës aktuale organizative. Kjo me përkthy në përqindje i bie rreth 30% të stafit të ATK-s. Kur jashtojmë kësaj edhe moshën mesatare që është diku mbi 51 vjet punëtor të ATK-s, kjo shkakton një handicap në mbledhjen e informatave ose numrin e kontrollave që... Dhe konsideroni që gjithë kjo pasaj mund të tregoj pak edhe performancë më tullet institucionit, apo jo? Patjetër, une edhe për këtyre 3 muaj ditëve sa kom pa, megjithatë edhe pse jam mundu me bë lëvizje të stafit aty ku kemi handicap më të madh, sa herë kum bë një lëvizje të stafit prej një departamenti të caktuar me një departament të caktuar, e kum pas që kum lënë një mangësi në çat departamentin ku e kum marrë. Po esenca ka qenë me i trajtu ato që kanë mungesë më të madhe. Qëllimi jonë për vitin 2026 është kryesisht orientuar në 2 aspekte: digitalizimi edhe rekrutimi i stafit. Mendojmë që pjesa e digitalizimit ka mu fokusu kryesisht në pjesën e e-inspection që po e quaj, për faktin që kjo ka me rrit njënë transparencën, ka me shtu efikasitetin, që nëse një punëtor ka mujt me kry 10 kontrolla gjatë vitit, atëherë ka me mujt 15 ose 17 me kry, për faktin që burimin e informatave ka me pas me një iPad, që kur do që shkon në kontrol të një biznes, a i qasën e informata e ka të pakufizume. Pra, mungesë të informata për gjykim nuk ka me pas. Në anën tjetër, rekrutimi i stafit ri, që kryesisht po e targetojnë profesionistët që dalin prej universitetit dhe shoqata profesionale, kanë me qenë stafit që kryesisht ka mu mishru shumë let me qëtë e-inspection që po mundohemi na me implementu. Mandej stafi vjetër ka me lujt procesin e mentorimit, që kryesisht ka me eduku qëtë brezin e ri me punu në aspektin e procedura, ndërsa ata kanë shumë letë të gjendshëm me ndryshime teknologjike që mundohemi me mba. Edhe po shpresoj që me rekrutimin e këtij stafi, edhe sidomos me pjesën e inspection, ATK ka me shku me një tjetër nivel. Ka me thonë, ka mu krahasu me ATK të shteteve të zhvillume të Evropës, e jo tani mo me shtetet e rajonit. Atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot me ne. Ishte kënaqësi, me qenë se hera e parë këtu në KTV, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Edhe shihemi herave tjera. Po, patjetër. Faleminderit shumë. Ka qenë drejtori